situatë të tillë dramatike, pa barazie, të monitorojnë dhe të thonë shqiptarëve të vërtetën. Janë dhe 2 portale apo më shumë që merren me këto analiza, edhe ato sa merren me analizën e retorikës Sali Berishës, I sugjeroj më mirë të merren me të vërtetën e kapjes, me të vërtetën e hidhur të kapjes së egër të radio të televizioneve kombëtare, private dhe shtetëror nga narkodiktatori Edi Rama. Faleminderit. Zoti Berisha, pavarësisht shumë takimeve që kryeministri shqiptar ka zhvilluar me presidentin Zelenski, ky I fundit ka deklaruar se nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. A keni një koment në lidhje me qëndrimin e tij dhe mbi performancën e diplomacisë shqiptare për njohjen e shtetit pavarur të Kosovës? Sot kemi një deklaratë në të cilën ne shprehim keqardhje për deklaratën